me masa edhe policia e shtetit. Do të ketë shtimte efektive, por dhe të policisë rrugore dhe të gjitha strukturave tjera të policisë në gjitha akset rrugore të qytetit të Vlorës për të evituar çdo lloj problematike. Ndërkohë kontrollet do të intensifikohen kryesisht në hyrje dhe dalje të qytetit. Protesta e 22 dhjetorit në kryeqytet, policia masa të shtuara në akset kryesore dhe kryesisht në hyrje dalje të qytetit. Masat për të evituar çdo lloj problematike, por edhe ruajtjen e rendit dhe qetësisë dhe disiplinimin e trafikut. Efektiv të policisë janë përqendruar kryesisht në hyrjet e autostradës Vlorë-Leva, ndërsa do të ketë edhe shtim të kontrolleve në automjetet që lëvizin përgjatë këtij aksi, automjetet të cilat dalin apo hyn në qytetin e Vlorës. Por shtimi i masave gjatë kësaj të hëne edhe në akset e tjera të qytetit të Vlorës dhe në brendësitë të saj, në kryqëzimet kryesore. Protesta është parashikuar këtë të hënë pasdite në kryeqytet, ndërsa për këtë qëllim edhe policia ka intensifikuar kontrollet. Por si edhe konfirmuar nga policia, masat e shtuara do të vijojnë të jenë prezente edhe gjatë këtyre ditëve në kuadër të festave të fundvitit.